duhet të presim. E kemi dhe rastin Haradinaj, rastin Limaj, kanë shkune për Hagë, Bilim Haradinaj 2 herë shku, edhe kër është bo, kanë kalu disa vite aty, në fund, jenë liru. Unë prapë mendoj se Haga, pavarësisht ka thonë këta prokurorë, se prokurori ka për detyrë me shku në maksimum edhe në mbrojtja, gjykata do të jep një verdikt drejt. Edhe lufta UÇK-s nuk mund të njolloset në asnjë formë, sepse është një gerill qëllimtare, cili ka prodhuar represioni serb, i cili kanë luftu me ideal të vetin, kanë derdhë gjakun për këtë liri. Edhe metet, kështu historikisht, po i thëmë po dalë edhe të kjo, metet gerila ma rëndësishme e këtij shekullit. Po, hipotetikisht, nëse do të denohej, si do të lexoj pastaj historia e Kosovës, në të ardhmen, çfarë dëmi do të mund t'i shkaktonte historisë? Unë jam historian, nuk flas me atë çka do të ndodhë të ardhmen, ato politikajt i flasin, ato hipotetikisht, por unë them si historian. Çfarë do që të ndodhë në Hagë? Historia, lufta UÇK-s nuk preket. Ajo është një ndër luftat më të pastra. Pavarësisht kush është përzinte, çfarë probleme ka pas UÇK-ja në organizim që dijen ato, edhe me Farkun dhe këto tjerat, por e luftë metet e paprekun. Historia nuk mund ta devijoj atë dhe të thotë tash se janë dënu disa krerë të saj, edhe ka mu dënu kjo jo. Unë si historian nuk e shoh që ajo do ta prek, por në prapë besoj që Haga do ta jep një verdikt drejt, po tha prapë unë i besoj drejtësisë. Pra po kthehemi te ato kaca fytjet që i ndërsen politika, e që shpesh mund ta dëmtojnë edhe historinë, dhe këto ditë pra, Parlamenti i Kosovës votoi një rezolut, ku i bën thirrje gjykatës që të vendos drejt, të bëj drejtësi jo politik. Ndërkohë ishte LDK-ja ajo që nuk u bashkua në këtë rezolut, dhe pati pastaj një gjykim, një kritik, pse nuk ju bashkua. Ju si e shihni këtë si veprim politik, apo si duhet komentuar kjo? Unë prapë po them se unë kom vendosur të mos merrem me çështjet politike, po vetëm me këto, dhe këtu jam si historian. Prapë këto që po i thoni ju, unë më shumë do t'i marr më shumë se një lojë mes politikajve që shumë pak e kanë hallin e UÇK-s ose atyne, por kanë interesat e tyne për nevojat e caktuara. Ditore, thoni. Do të thotë ato janë. Ditore. Për mu, Kuvendi i Kosovës e ka dhënë vendimin e vet. Historia do të tregojë më vonë se çfarë ka qenë, por është një kategori kushtetuese. Asnjë shtet nuk gëzon qoftë kundër drejtësisë, sepse automatikisht nëse del me rezoluta, del me asi, ato jo vetëm që s'kan efektin në gjykatë, por i krijohen barë atij shtetit, sepse shteti i Kosovës është krijuar për ndërkombëtarëve. Si një shtet i cili do të ketë liri, barazi dhe veçmas shteti i ligjit. Edhe unë kujtoj se nuk ka kurrë arsye për ngutje, për qasje, kështu nervoze, për emocione, sado që ato nuk mund të kanalizohen rrethanat. E qartë dhe ka, si thuash, konsistoj me festën e pavarësisë dhe natyrisht ka nivel më të lartë emocioni. Andaj edhe bën këto lloj gjykime, këto lloj analizash kush e mbështeti rezolutën e kush jo. Andaj shrova si pyetje. Por me që në fillim e përshkruam shtetin kështu tashmë si një krijes e rritur, sepse i mbushi 18 vjeç, figurativisht le ta quajmë jemi të rritur, a mund na thoni një parashikim, edhe pse ju jeni historian, pra nuk doni të parashikoni të ardhmen, çka e rrezikon shtetin tonë? Çka rrezikon tani që jemi të rritur, apo i kemi kaluar ato rreziqet që mund na dëmtojnë e tani nuk jemi më të pjekun, më të matur? Rreziqet ekzistojnë gjithmonë, edhe perandërit më të fuqishme. Pra, edhe mbi ata që janë mbi 18 rrezikohen. Edhe perandërit më të fuqishme ka ra, por një gjë duhet me ditë, perandërit vazhdimisht ka ra nga mrena. Gjitha perandërit kështu kanë përfundu. Edhe unë mund të them se shteti i Kosovës i ka dy favore shumë të rëndësishme. E ka geostrategjik dhe ka geopolitik. Geostrategjik kjo hapësinë e ka marrë prendimi, e ka marrë NATO. Dhe SBA-i përkundër tash politikës që po e bën Trumpit në një farë ridefinimi botëror, ai Kosovën e ka
në plan parë. Bile nëse ju kujtohet, të ditë e fundit e 2-3 herë prapë përmendi Kosovën, që është pak pabesueshme në konstellacionin e një Kuarinë, një Teheranin, një Anini, a e përmend. Do të thotë se në këtë aspekt, 2 shtetet shqiptare në Ballkan, në rajon, janë pjesë e gjeostrategjisë perëndimore. Edhe me dash shqiptarët me vëra vetveten perëndimi nuk i lën, se ka thonë Gjershfisha, një figurativisht. Por problemet qëndrojnë mërna të na, se çfarë do të jetë geopolitika vendin i këtyre 2 shteteve tona, veç mes Kosovës në geopolitikën perëndimore. A do të jemi subjekt i rëndësishëm që kemi qenë deri tash, apo objekt? Në mënyrë që... Keni frikë se mund të bëhemi objekt? Po... Në sajë të ndonjë marrëveshje të madhe të rrezikshme, sepse megjithatë ekziston një luftë aktive në Evropë. Përkundër këtyre që ka pas probleme shteti i Kosovës në viteve të fundit, vesmas me ato që është përjashtuar për disa në aspektin gjeostrategjik nuk ka kompakte, përkundërzi. Shteti duhet me fshit, duhet me pa aspekti sigurisë dhe aspekti politik. Në aspektin politik Kosova ka humbur në disa pikpamje vesmas në ato me SBA-t e tjera evropian. Por sigurisht ka fitu sepse Amerikanët në të në konstellacionet që janë zhvillu këto dyt, shtetin e Kosovës e kanë armatos, e kanë siguru, e kanë bartën këto procese tjera që do të thotë se luhet me 2-3 karta këtu. Edhe politika Kosovës duhet të jetë qaq fleksibile, qaq e mëshme që ta shikoj këtë kartën që shkon ka kjo geostrategjike dhe jo një geopolitike cila qënë në një shpërputhje me ato. Prandaj unë nuk e shoh këtu që Kosova rrezikohet, përkundërzi. Politika fundit, vitëve të fundit, jo po në sulmon Serbia, po në rrezikon, është e vërteta, e kanë përdorur ato me banjën e tjerat, por Kosova ka sigurinë më të fuqishme se sa të NATO-s, sepse ka 12-14 që më përvot, dhe Serbia din fort mirë se asë një avantur nuk mund të bënë, pavarësisht si thonë po merr armë, po bën tjera. Ajo din se për 10 orë Beogradi i tha dhe një prej generalëve të NATO-s vonë, prandaj mua nuk më pengon. Unë mendoj se geostrategjikisht gjinemi për herë të parë në anën e duhur të historisë. Por politikajt tonë duhet këtë favor të madh ta shfrytëzojnë në planin gjeopolitik. Për interesin e vendit. Mirë, faleminderit shumë për këtë bashkë bisedim zoti Buxhovi, po të kishim edhe më shumë kohë, historia jona aq e gjatë, aq e dhimbshme, e mbushur me shumë drama, me shumë vujtje. Do të kishim çka të flisnim edhe më gjatë, por kaq kishim kohë për sonte. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit sërish dhe urojmë që shteti jon edhe më të jetë forcohet, të jetë një faktor në përputhje me dëshirat tona, që shqirimi të kthehet në liri dhe parlamentarizmi të kthehet në demokraci. Këto 2 hendikepe po na përcjellin. Faleminderit të njerë. Edhe ju e nderuar shikues, faleminderit që na ndoqët deri tani.